Pensionistët të cilët nuk kanë mbështetje të dytë ekonomike nga familja, po përballen me vështirësi të mëdha ekonomike. Skënder Kala nga Buqiza ka punuar 26 vite në Policinë e Shtetit në periudhën e regjimit komunist dhe pas viteve 90. Skënderi shprehet se pensioni që merr nuk i mjafton as për ilaçe, për shkak se vuan nga shumë sëmundje të cilat kanë nisur që në kohën kur ai ishte në marrëdhënie pune në Policinë e Shtetit. Në të njëjtën situatë është edhe bashkëshortja e Skënderit, e cila ka punuar për disa dekada në minier dhe sot përballet me sëmundje të ndryshme. Pensionin si marrë, e me kum bo, se kum punu 12 vjetë me dënu në galeri, atje kam marrë në ftofjen, jam me pompa, i pata pa lek si u vizitohë sanitarium, mi këthin me lek njënën. Edhe mi fjalë, unë e kam farmaci kë shtëpia. Gryja me diabet, e na jo ka punu në minjerë, kur vje puna, dul mi pension 120.000 lek. Me zot i ka shku 180.000 lek. Të shë muaj pensioni, unë nuk di si të them, se unë gjithë në lëmë farmaci. Ashtu. Nuk them, po ne si pensionista, unë flasë për vetën time, pozicion më të vështirë nuk ka si të bëhet. Një ndihmë kujtja kërkës ta jep, kalon thot me 380.000 lek, ata ati që ke dritat, ati që ke ujt, e ne sot ilaçe në farmaci. Në kur vje puna, kur një gjos të pro për të hormona, digaroj që vjetër. Deshet marrë një aparat tensionit famshëm, se mu bo si biqim gripi, se të shte i kështu o kje punë, se ka pa dot, se bote 20.000 lek. Ta shte i të ngorës që të në katë 5 me grunë, se di garoj që vjetër jemi. Mroft puna si ku mbo 26 vjetë. Nga ana tjetër, ish polici Skënder Kala thot se sistemi i para viteve 90 ka qenë më mirë pasi trajtohej në mënyrë të barabartë, ndërsa sot ka diskriminime. Të se dikush thot se i pëlqen si mas qefit interesi. Kemi qenë ma keq në atë kohë. Në atë kohë, çmimet ishin normale, sot ti ma trapazi sa ti do e shefi ati, s'do me ditë se jo, jam pensionist e ashtu, çmimet e stratosfer, jeta është e pa përballueshme. Do është e zjata shumë, po mbrofte e puna si ku mbo 26 vjetë, e në kur gjë hiq. Ish polici thekson se për pensionistët duhet të mendohet më shumë nga shteti, pasi janë shtresa më e diskriminuar e shoqërisë.